Një takim sensibilizues dhe informues është zhvilluar me nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi në kuadër të programit Siguria e të rinjve në shkolla. Nxënësit e klasave të nënta kanë vizituar ambientin e Komisariatit të Policisë në Korçë, të shoqëruar nga oficerja e sigurisë në shkollë dhe stafi pedagogjik. Ata janë mirëpritur nga shefi i komisariatit, kryekomisar Gentian Diko, shefi seksionit të rendit publik, komisar Mariglen Jaçellari dhe specialistja për dhunën në familje dhe mbrojtjes së të miturve në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë, nën komisare Dhurata Mehmeti, të cilët i kanë sqaruar nxënësit mbi pyetjet e shumta që ju drejtuan. Gjatë takimit, nxënësit u njohën me ambientet e komisariatit, funksionet dhe shërbimet që ofron policia e shtetit, folën për bashkëpunimin sa më efikas midis institucioneve të arsimit dhe të policisë, veprat penale të kryera nga të miturit, informimi në kohë reale për problematika të mundshme, të cënimit të rendit publik brenda perimetrit të sigurisë në shkolla dhe jashtë tij, me qëllim krijimin e një ambienti dhe një shoqërie sa më të sigurt.